Përshëndetje miqtë Antena TV-s, rikthehemi sërish këtu me një nga temat, kemi pas tema plot këto ditë, por besoj se si unë edhe shumë tjerë janë të lodhur me e kapi spaku, apo iku, apo si iku dikush policisë. Ne, bashkë me miqtë e mi, Marsit Gubin dhe Ermal Peqin, zgjodhem që të trajtojmë një temë ndoshta sociale, nga më të trishtat që mund të jetë dëgjuar së fundmi, e cila për mendimin tim ishte në prag tragjedie. Unë besoj se lënia apo në mëshirë të fatit e 3 fëmijëve të mitur, moshave të ndryshme, pa kujdes prindëror, por dhe pa kujdesin e gjithë instancave, jo vetëm shtetërore dhe shoqërore, që për mendimin tim kanë dështuar, është një këmban alarmi ku spaku dhe kushdo tjetër në lidhë me spakun, po se kam me spakun absolutisht, e kam me... Ore, na është bërë zakon, na është bërë zakon, nuk kemi qa bëjmë, ne edhe kur flasim... Varësi profesionale. Ne edhe kur flasim për çështje tjera, e këpusim në mes në një Berisha Ram. Po, Berisha Rama po. I fusim në mes të sensin e... Janë ata, janë aktor dhe fajtor. Por... se kanë bëjë shumë me emancipimin, se nuk do t'i hyjë kështu se... Jo, jam dakord, po thjesht e kisha përbatut atë. Mund kemi as nga një polic, as nga një politikan për çdo ngjarje që ndodhin në shumë vende të botës, po tek ne janë ngjarje të rralla. Kemi dëgjuar dhe jemi tromaksu, ishte ngjarja e asaj nënës që kishte lënë dikur, kemi dëgjuar një ngjarje të një nëne që kishte lënë fëmijët pa bukë se besonte të ringjallja fizike, po s'ka rëndësi të kujt ishin, po. Po pra, ishte e trisht. Me një njëta ashtu, unë besoj se kam parë disa lajme të tilla, o Ermal, prandaj thashë, nuk ka lidhje spaku, për mua i kanë fajt gjithë. Po përmend çdo lloj institucioni kanë fajt. Po kryesori, unë besoj se me këtë lloj si thuash në ngjarje, po kjo ishte në kufite çdo lloj emocioni njerëzor, besoj se ka nevojë për një reagim ose ka nevojë për një vëmendje të caktuar dhe serioze për rastin fjalë, sepse unë kam parë, unë mund të them disa raste që kanë ndodhur dhe jashtë. Nga më skandalozet, nga më të paimagjinueshmet, kemi dhe raste në Shqipëri nga më skandalozet, më paimagjinueshme. Problemi është se ne jemi shumë vend i vogël për ta lejuar këtë gjë. Pra, nëse Amerika ka 300 milion banor, dhe në 300 milion janë qytete ose zona, fshatra ku të duhet një 3 orë të shkosh me makina, po me kalë tu në këtë vend kaq të vogël. Siç jemi ne, të tilla ngjarje janë jo vetëm shqetësuese, po janë edhe në kuptimin tim parandaluese. Dhe pse ishe se nuk doja të bëja vetëm hyrje për ngjarjen, por desha të shpjegoja se pse kjo ngjarje mund të parandaloje. E para një, mbaj mend o Ermal, kam parë një edhe Marsit. Kam parë një në Amerikë, ku ishte një nën që shkon policia që kishte lënë fëmija saj, vajza apo djalë, se mbaj mend kishte humbur jetën, se ishte po njësoj si me atë ngjarjen e Kino Studios, që e besonte se do ngjallej, e më the thash, edhe kishte humbur jetën. Po, dikush ishin fare që kishin reaguar për vajzën, ishte shkolla e saj. Pra, fëmijët, mësuesja kujdestare, po personat përgjegjës kishin reaguar sepse vajza kishte edhe institucion brenda shkollës që merren me përkujdesin e fëmijës, që ne nuk e kemi vënë një psikolog për të kaluar radhën aty, që nuk e besoj se sa herë, sa shpesh flet me këta fëmijë ose sa komunikon me këta fëmijë, që kishin kërkuar llogari mësuesja në fjalë, kishin kërkuar llogari një lloj subjekti brenda shkollës sepse fëmia po mungonte në shkollë. Me rastin fjalë që kemi në Durrës, sipas informacioneve që ne kemi, thuhet se fëmijët kishin munguar për 1 muaj në shkollë. Janë 3 fëmijë që për 1 muaj, se nuk po flasim për 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, që për shkak të një, po dëgjon, viroze, mund për shkaqe shëndetësore, mund të mungonin në shkollë. Po flasim për 3 fëmijë nga njëta familje
që nuk kanë marrë pjesë në orët mësimore dhe aty nuk është shqetësuar kur se ka vënë ujë në zjarr askush. Po ashtu edhe prindrit e fëmijë, unë besoj, unë edhe foton që vum i thash regjista nënën ta paraqise, jo me fytyrë se pavarësisht se metat e tjera, sepse është gabim shumë i madh kur i marrim sa njerëz, edhe pa vijën e ngjarjes, i marrin, i kryqëzojnë, ai mund të ketë fajin e gjithë botës, absolutisht. Se shkollaj drejtosh gishtin tek dikush, por përpara se të drejtojmë gishtin tek zonja në fjalë, që mund të ketë problemet nga më të ndryshme, qoftë sociale edhe ekonomike, por dhe psikologjike, mendore, për shkak të një lloj ndarje me bashortin apo ish bashortin e saj. Përpara se të drejtojmë gishtin te diku, duhet të drejtojmë gishtin nga vetja, edhe pse në thel gjithë thonë që çfarë kemi ne, por në fakt kemi të gjithë. Fakt kemi të gjithë sepse ne kemi lejuar që tilla sisteme ku menefergizmi apo indiferentizmi për situata të caktuara, sepse nuk kanë qenë tona. Për shembull në Amerikë, fjala vjen, janë të zakonshme dhe krijohet ky lloj interesi sepse ka pas ngjarje shumë të trishta që kanë ndodhur, që kanë vënë vigjilencën ose kanë qenë në situata alerti për mungesën në shkollë të fëmijës. Mund ta kenë marrë peng, mund ta kanë lloj-lloj, ka 1000 arsye, mund të ketë arsye krejt normale, por shkolla reagon dhe fëmijës. Në rastin konkret nuk reagoi as shkolla, as institucion shtetërore dhe nuk e dim se si mund të reagojnë institucionet shëndetësore pastaj që ose edhe këto financiare që mund të jepnin një ndihmë zonjës fjalë, prandaj po them që unë besoj se në rastin e Durrësit më shumë ka dështuar shoqëria se ka dështuar prindërimi. Mbas daljes lajmit e para herë që e kryqëzuan zonja, për mendimin tim nuk është e drejtë nxjerrja e fotos se kjo bënte foto apo në mënyra të caktuara për ta interpretuar ose për ta treguar sikur ajo është fajtore kryesore e kësaj ngjarje trisht, mund të jetë edhe ky variant absolutisht. Por për pospërgjegjësisë saj, që e cila ajo mund të jetë edhe e paaft moralisht dhe psikologjikisht për situatën, ne duhet shohim gjithë problematinë të institucionet që nuk kanë bërë punën e duhur dhe nuk e kanë lënë situatën të përshkallëzojë deri në një lloj rëndimi shëndetësor të fëmijëve në fjalë, që ishin fëmijë të mbitur, dhe duke shpëtuar një tragjedi shumë të mundshme, pasi fëmijët pas përmbytjeve mendohet se ishin 3 ditë në kusht vetëm në shtëpi, pa praninë e prindrit dhe në një ambient, të paktën me video që pam, pa e paragjykuar sepse ka ndodhur, po që duket që enat e lënë keq ose lloji i shtëpive që ishte në atë lloj katastrofe, rrëmuje, nuk është në një gjendje normale e psikologjike, sipas pra ai sa marr vesh ose dy gjëra që di ose ai sa kam lexuar të gjendjes mendore të prindit për cilën ka kujdesarinë e fëmijëve për të përballuar situatën. Unë besoj se ajo lloj gjendje, në gjendje depresioni, pra ngarkese psikologjike, e cila pastaj ka rezultuar në atë ngjarjen që pam sot, që fatmirësisht paktën sot fëmijët janë për kujdesin shëndetësor. Unë në këtë formë dhe realisht është shumë e trishtë. Sepse këtu kupton që ka vënë gjithë strukturat dhe mekanizmat monitoruese të shtetit dhe shoqërisë për një problem dhe një fenomen që është më sensitiv. Ço do të them më sensitiv? Dy janë kategoritë që janë më problematike. Po. Edhe më dotat. E para është ka të bëjë me kategorinë e fëmijëve dhe të mbiturve në moshën 18 vjeç, pa nga 0 deri në 18 vjeç. Deri në 18 vjeç konsiderohen të mbitur. I pjekur plotësisht, po 14 me 18 quhesh me përgjegjësi të pjesme. Dhe ma përgjegjësi për kundravajtje dhe për vepra penale deri në gjysmën e dënimit, po deri në 18 vjeç quhesh i mbitur në gjuhën ligjore dhe të kodit penal. Dhe kategoria e dytë janë mosha e tretë, që janë kryesisht mosha mbas moshës pensionit, pa 65 vjeçësive, të cilët janë dy kategoritë më në nevojë shoqërisë. Pse? Sepse para është e papjekur dhe e paaftë për mbajtur vetën e vet, ligjërisht dhe psikologjikisht, mund të punojnë punë pjesme si kamarier,
moshë 14 deri 18, po prapë konsiderohet e papigur, dhe mosha 65 e sipër, për shkak të nevojave që ka dhe pamundësisë për të punuar ose për qenë e gatshme ose fizikisht për mbajtur veten, ka nevojë për paketa sociale ose për kujdese. Tani çfarë ndodh? Ne kemi të bëjmë me një rast në cilin mamaja mbyll 3 fëmijët e saj, duke lënë pa ujë dhe pa bukë dhe në kushte të mrekullueshme, dhe nuk reagon asnjë mekanizëm shoqëror, nuk reagon babai, nuk reagon familja e nënës, nuk reagon familja e babait, nuk reagojnë komshit, nuk reagojnë kushërit, nuk reagon mësuesja kur mungon shkollë, nuk reagon i plotfuqishëm i lagjes, pra asnjë mekanizëm sepse informacioni dihet. Në çdo lloj zone, në çdo lloj socializimi komunitar, se komuniteti prandaj ekziston. Përveç bashkëveprimit për të mirën e njëri tjetrit, është një lloj mekanizmi monitorues për instanca të caktuara. Dhe në çdo pallat, mendoj, në çdo lagje, në çdo zonë dihet kush janë njerëzit që kanë probleme familjare, kush janë njerëzit që kanë probleme shëndetësore, kush janë njerëzit që kanë probleme në raport me shtetin, kush janë njerëzit që kanë probleme në raport me komunitete të tjera, ose që janë paragjykuara. Dihet dhe strukturat e Ministrisë Sociale, strukturat e drejtorisëve përkatëse të Ministrisë që ka detyrim ligjor kujdeset për këto shtresa nevojë, pikërisht prandaj janë në mënyrë që të parandalojnë të ndodhin problematika të tilla. Tani ne kemi parë raste ku emisione investigative nxjerrin që ka fëmijë që rriten me baballar që janë manjak seksual, që i kanë nxjerrë që janë dhe pedofil. Por a është dha e ligjshme, po që nuk është, po si është e mundur qoftë edhe në një lloj forme morale që vetë pa familja e rëndës ta pranojnë që të jetojnë fëmijët me një baba të tillë. Kur dihet është probleme. Është problemi theksuar i rënd. Dhe prandaj ndodhen fenomene ku 3 fëmijë mbajnë këto kushte shenjëzore. Unë mendoj që kjo ka pasuruar një dinamik edhe më të madhe. Ka pasuruar pasivitetin e shoqërisë, ka nxjerrë në pa përgjegjësinë që kanë strukturat familjare në Shqipëri, të afërmit, rrethi miqësor, miq, komshit e tjerë, pa lidhjet sociale janë shkatruar, sepse kaq mjafton një problem që të pasurojë të gjithë situatën në makro, nga një element mikro. Dhe rregullatori, sidomos për këto kategori në nevojë, që është shteti, nuk funksionon. Por më falni, në moment që dalin 2 prindër, në cilë dushtrohet dhull nga njëri nga prindet, që mund të kenë probleme me alkoolin me bixhozën. Por si lidh kujdestaria ligjore njëri nga prindërit nëse të dy mund të kenë probleme? Cili është buxheti që përdor shteti në rastet kur disa fëmijë duhet të hiqet kujdestaria prindërve? Kush është personi përgjegjës që merret me ecurinë e fatit të këtyre fëmijëve? Kush shikon kushtet për katse që duhet të ketë një person tjetër që mund të bëhet kujdestari i tyre, që mund të jetë i afërm që të marrë, ose struktura shtetërore që për ata fëmijë që ngelen kur hiqet e drejta e kujdestarisë duhet të mbahen në instanca shtetërore. Pra, nuk ka fare informacion, nuk dihet fare si funksionon, nuk ka një shqetësim shoqëror. Dhe kur e mendon që ndodh në një qytet si Durrësi, që është qytet i madh, imagjino në zona rurale ose në zona periferike, ku dhe problemet sociale janë më të mëdha, dhe problemet ekonomike, edhe raportet familjare, për shkak të mentalitetit dhe të strukturës tribale që ekziston. Kush është thelbi? Thelbi është që nga gjithë kjo, ajo që mua më shqetëson është që ne parlojmë temi njerëz në fund ditës. Çdo të thotë ti është human, do thotë që të udhëheqës nga disa virtyte, siç janë e drejta, mirësia, respektimi i lirisë dhe dinjitetit të tjetrit, sjellja e mirë, guximi, dashja, që të gjitha elementet që sot po mungojnë. Sot vjen re thjesht një egoizëm shumë i madh dhe prandaj ndodh ajo që thamë deri në emision. Që edhe veprimet që mund të bëjë një strukturë si spaku, edhe dashuria e madhe ndërkombëtare, nuk të emancipon më dot kulturalisht nëse vetë nuk e ke vullnetin veçantë. Dhe nëse nuk ekziston një strukturë morale, zakonore, etike. Ne këtu jemi në një dilemë që tash ose gjitha këto mitologjitë e mëdha dhe misticizmat e mëdha dhe historitë e narrativat e mëdha që i kemi ngritur për besën, për dashurinë, për respektin, janë jashtëzakonisht e egzageruar dhe është një hiperrealitet, se realiteti real nuk çeka ky. Se ne çapo vëmë, ne po vëmë sot çifte të reja që baktisin prindërit, që përfundojnë në azile ose në kushte mirane jetesë. Po vëmë ku dëgjon prindër që ndahen, dhe këtë e them edhe nga
rastet që kam qenë vetë avokat, ku një nga prindërit për shkak se divorcohet dhe s'është më me partnerin, refuzon të japë pension ushqimor për fëmijët, ose t'i takojë ose të kujdesen. Duke mbajtur natë se partneri ose partnerja ndahen. Vem re që prindër të cilët për shkak të dëshirave, të egos të tyre, ose të problemeve që prevalojnë, shkëpusin çdo lloj përgjegjësie që kanë me raportet tjera familjare për fëmijën, për prindin, për bashortin, për bashortën. Kjo ç'a tregon? Tregon që jetojmë në kohën e një egoizmi dhe një individualiteti të madh, se ndryshe nuk shpjegohet. Këtu sot situata që ka ardhur, secili shikon jo më lart se unë aty. Dhe ne pastaj pretendojmë kur kemi këto fenomene që i kemi përpara syve, të kemi qytetarë të përgjegjshëm, të cilët do kujdesen edhe për problemet e interesit publik të shoqërisë, që respektohet parimi dhe standardi ligjor, po të kemi një procedurë administrative ose po të kemi proces gjyqësor, ndërkohë që nuk kujdesen për familjen e vet. Ora nuk ka se ti i sjellshëm nëse rre bashortën ose prindit ose fëmijët e tu. He dashur të thosh komshiu tën mirë ditë si jeni, ke nevojë për ndonjë gjë, shikoj mos bërtit sepse shqetëson komunitetin. Pra ne jetojmë edhe në një paradoks tjetër, që ne nuk shohim vetëm, shohim vetëm të tjerët. Për ne ekziston vetja jonë, që të kemi moment reflektimi. Dhe prandaj derivojnë gjithë ato probleme që ne vëmë re, që korrupsioni, krimi, negociata e interesave, mos angazhimi publik, mos angazhimi qytetar, kurdon gjithë ato probleme dhe prandaj është kjo konsolidimi i elitës politike. Rrihet sepse ne në fund ditës harrojmë që timi njerëz me dinjitet në mënyrën se si jetojmë jetën tonë. Dhe kur s'ke dinjitet në mënyrën se si jeton vetë, nuk ke se ti kërkosh dinjitet një entiteti siç është shteti që të respektojë ty si komunitet ose si qytetar përballë teje. Sepse ti vetë ke shitur dinjitetin me veprime të vogla. Pra, kur nuk ka individi respektin për njësitë bazë politike që është familja, kategoritë nevojë, komuniteti, atëherë si për ti, kur ti nuk jep kaq poshtë, ajo që është entiteti më i madh i japi ty, në raport si subjekt ose si individi vetëm. Dhe prandaj sot në Shqipëri nuk ekziston individi përballë. Vetëm perspektivat e forcës, siç mund të jenë agjendat ekonomike, grupet kriminale, grupet e interesit ose struktura politike. Sepse e kemi ç'bër vetë. Qa është një baba i vjetër që braktiset, që lihet të jetojë vetëm me pension? S'është i ri. Ka fëmijë, ka vlla, ka të afërm kushërim. I mungon mundësia që t'japin diçka të vogël. Si mund të lihen 3 fëmijë? A kanë daj, a kanë xhaxha, a kanë hallo, a kanë gjyshe. Mirë baba është i papërgjegjshëm, mirë nëna e tyre mund të jetë njëri i papërgjegjshëm. Po këta të tjerët ku janë? Rasti konkretisht e gjyshja që që denoncon rastin, po edhe deklarata e nënës ishte që për shkak se unë ndava babain fëmijëve që nuk ka mundësi që të kujdeset minimalisht ekonomikisht për fëmijët, dhe është kjo gjendje ku është. Po e kam parë. Kurthin po ma bën vjera sipas deklaratës së, po kjo nuk shërben, me thënë, konflikti apo debati midis familjes, ish bashortit të zonjës dhe ose familjarëve të saj nuk ka rëndësi, nuk i shërben në thelb fare. Në shoqëria nuk është interesuar për një marrëdhënie që nuk ekziston ose një marrëdhënie që nuk funksionon. Shoqëria është e interesuar kryesisht për marrëdhënien që këta prindër ose përgjegjësitë ose detyrimet që kanë ndaj fëmijës së tyre. Pra nuk po flasim nuk ka rëndësi për mendimin tim. Nuk ka rëndësi asgjë tjetër përpos shëndetit fizik dhe mendor të fëmijëve. Por palon të gjitha jam dakord, janë edhe bazë si me shoqërisë. Shoqëri patjetër, patjetër. Çfarë emancipimi kulturor një fëmijë aty komunitetin me pavarësisht se ndodh familja e vet shikon këtë fenomen. Çfarë ndodh? Marsit, shko vendet cilat janë shtete sociale, ne mund t'i përkufizojmë dhe mund t'i gjejmë pak a shumë vende si Norvegjia, Kanadaja, Suedia. Edhe Gjermania është deri diku një vend, një shtet social. Por më pas shikojmë që panorama që vinë ka të bëjnë në fakt me këto ndryshime që ndodhin brenda familjes shqiptare, kanë të bëjnë edhe me konceptet e urbanizimit. Pra, sociologjia e trajton mjaft mirë, për shembull familjen bashkëkohore, dhe trajton mjaft mirë se si urbanizimi shkëput marrëdhëniet tradicionale që kanë qenë të familjeve.
duke përfshirë këtu edhe teknologjin, e bën akoma më në të vështirë ruajtjen e asaj strukture që ti e thua me të drejtë, që është harmonia në familje, por edhe në trungun e gjakut, pra trungun familjar. Ka disa aspekte ngjarja e Durrësit. Në të tre aspektet që unë mund ta shoh, qoftë në aspektin e shtetit, qoftë në aspektin e shoqërisë, qoftë në aspektin familjar, të treja këto hallka kanë dështuar. Po e marrim radhë të parë nga aspekti familjar. Pra, e para është që mbase në vende si Shqipëria, fatkeqësisht ose edhe në përbot, duhet kuptojmë që hedhja e një hapi për të krijuar një familje është një përgjegjësi shumë e madhe. Dhe është një përgjegjësi që ti duhet ta ndash dhe nuk mjafton vetëm dashuria, por kërkon edhe një përgjegjësi për shkak se fëmia që do të lind, vajza apo djalë, do të jetë më i rëndësishëm se sa vetë dy prindërit. A është gati ti të lëshosh nga egua jote, se ne e dim shumë mirë dhe nga filozofia që njeriu është qenie egoiste. Schopenhaueri e thoshte që egoizmin e mund vetëm dashuria. Nuk ka metodologji tjetër, thoshte Schopenhaueri, që ta mundi egoizmin. Në këtë pjesë, kur një çift i ri krijon një familje, a duhet ai të heqi dorë nga egua e vet dhe edhe nga rutina e vet, se çdo njeri krijon rutinën e vet para se të krijojë një familje. Ne këtu shohim që si nëna edhe babai pa gjetur fajin. Se këtu të gjithë barë më të madhe kanë marrë fëmijët, të cilët kanë parë situata jo të këndshme për syt, janë rritur me ulërima, mund të jenë rritur me sherrje të nënës dhe babait, se kjo situatë nuk ka ardhur sot, kjo ka qenë mos ketë pasur sherr fare, e agravuar situata. Mund të larguar babai me femër tjetër. Jo, them në sensin përsëri dhe largimi i tillë anëri, domethënë me sopat si të pasoja. Absolutisht, absolutisht. Dhe mos ka ndodhur me sherr, e kupton fare. Po të marr disa ka prindër që i kanë lënë fëmijët, s'kan lënë as letër. Jo, po të marr disa, po trauma la ajo pavarësisht në sensin. Domethënë ne marrim në gjendje të analizës, pra çfarë do lloj veprimi apo mos veprimi prej tyre ka sjell to pasoje që ata janë disa fëmijë të cilët janë rritur në ndjenjë pasigurie, në ndjenjë frike, në një ndjenjë ankthi dhe kanë qenë të paqartë me jetën e tyre. Madje në disa momente ata mund të ndjerë dhe si barë përgjithësi ose peshfaj që mund të ndodhë kjo gjë prej nesh. Sepse ajo panoramë, unë jam dakord me ty kur thua që ajo panoramë është një njeriu i cili mëndërish është në gjendje të rënduar, sepse jo, mund të jetë ndryshe, s'ka asnjë, atë e kupton. Ja, prandaj do të them. Dhe thelbi këtu qëndron, sepse unë mund ta mirëkuptoj një nën që ikën punon edhe nuk ka pas mundësi, e zëm fjala vjen që po e para është diskutohet 3 ditë. Por ambienti i shtëpisë ku këto rrinin dhe ajo nuk ka ndodhur 3 ditët ku ata kanë qenë pa praninë e nënës, ato ashtu ka qenë ambienti i shtëpisë dhe më parë. Dhe çfarë ndodhte? Çfarë ndodhte? Frikshëm përpos ngjarjes, i frikshëm ishte ambienti ku jetonin. Po prandaj po them, në këtë fatalitet aty kanë hyrë dhe aktor të tretë. Pra, nëna e bashortit është aktori i tretë, s'është aktori i parë. Përgjithësinë e ka secili prej tyre dhe nuk dua ta analizoj kush më pak, kush më shumë, se në fund ditës është 3 fëmijët janë 3 krijesa që kanë lindur nga ky çift. Dhe edhe nëse njëri nuk ban përgjithësi, duhet marrë tjetrin mbi supe. Përgjithësinë. Ka pasur raste edhe nga bisedat që kemi bërë me familjar tan, ka plot raste që për situata të caktuara, burri është bërë dhe grua, apo gruaja është bërë dhe burr për t'u përgjigjur fëmijës. Në shumë raste ka pas raste po them në shumë, fenomeni i darjes çifteve janë kështu që familje që detyrohet ta bëjnë njëri nga partnerët edhe rolin e tij. Ka familje që kanë bërë prindrit se janë të dytë pa përgjegjshëm. Prindrit e gruas ose burrit, ta vërtet.
Pjesa tjetër që është e Po, ka rëndësishme mekanizmat e përsëri, kontrollit, këtu është problemi. pjesa e rëndësishme përsëri që mendoj që edhe vetë, pra, kjo ka nevojë dhe për një koncept dëgjësimi, për shkak se e diku e kisha më fal, se s'desha me s'ka ndërprer. gjë. Po thoya që në thelb, ore, erdhëm në këtë situatë e pam ndodhi çfarë ndodhi. Absolutisht. Unë mendoj dhe vlerësoj që e ardhmja atyre fëmis dhe pas kësajt situata është tërësisht e pasigurt. Pra, unë ndërpre deri tek fajtori jemi ne, fajtor janë prindrit. Nga këtu e këtej pasaj. Ky është problemi më i madh. Pra, unë nuk jam i qetë, ta them sinqerisht, nuk e kam unë nuk jam i qetë sepse nuk jam i pasigurt për të ardhmen atyre tani. Nga ky moment që flasim, dhe tema e emisionit që e morëm, nuk e mora për me bë me faj as nënën, me bë me faj as ndoshta babaj, as kënd tjetër. Por kush është zgjidhja nga tani e tutje? Zgjidhja anë në momentet sociologët do ta dinë. S'ka lidhje unë do të them në disa aspekte si e shikoj unë zgjidhjen në tilla raste. Në tilla raste Andri, përgjithësi në këto momente mban shteti. Shteti, psikologët, por edhe sociologët. Jam shumë dakord. Kam frikë se nuk janë në kujdesin e dur dhe po mendoj tani a duhet parë me më kujdes nëna që t'i japi një dorë mamas që të kenë ata fëmijë nëse është pas një vlerësimi psikologjik apo situatës ekonomike, a është personi dur për ndajmë me ata babaj se sa shteti, se shteti kam përshtyme se duhet më kisë ata të dy. Ja, ka diçka nëri, se këtu është edhe shteti, por ka dhe organizata. Po. Dhe këtu duhet parë tani, ne bjem dakord që e rëndësishme për një fëmijë është ambienti se si ai rritet. Në qoftë se as nëna as babai nuk ja japin dot, atëherë ai do të jetë një fëmijë i rritur me prirje devijante. Dhe një fëmijë me prirje, në qoftë se nuk japin dot një ambient të qetë ku ai të rritet, pra në qoftë se një fëmijë rritet ku shikon dhunë mes prindërve, shikon ulërima, shikon që babai ushtron dhunë, shikon që nëna ushtron dhunë, ai do të jetë një njeri i cili do të jetë i prirur, që të krijojë sjellje devijante në shoqëri. I tillë është. Nuk do të 100%, por statistikat tregojnë që një njeri i rritur jo në mënyrën e dur është i predispozuar të përsërisi. Por në fund ditës është si një absorbin, nëse ti përthith vetëm helm në trupin tënd, e sigurt që nuk do nëpërmjet artikulimit të nuk do përçosh. Pjesa më e madhe e serial killerëve në Amerikë kryesisht kanë pasur prapa vijë një histori. Po është e sigurt më. Të dhunsh nuk është e sigurt se ka pas dhe raste që kanë bërë përjashtim, statistika se përjashtime gjithmonë kanë bërë përjashtim, po pjesa më e madhe kanë pas një histori, për shembull dhunoheshin drejt për drejt nga babai ose nga prindi. Kur bën statistikat kanë gjithmonë përjashtime. Pra, mund të ketë edhe raste që kanë qenë nga familje jo intelektuale dhe jo të arsimuar dhe mund të ketë dalë fenomen. Por po them, parimi them në sensin që një fëmijë i cili nuk rritet në një ambient shëndetshëm është i destinuar të jetë jo një fëmijë i cili do të ketë një bon sens me komunitetin. Pra, thelbi i çdo mirë edukimi apo çdo fëmijë që del jetë, sepse ata fëmijë janë e ardhmja. Pra, është brezi që pritet që t'i lihet Shqipëria në dorë. Në qoftë se ata nuk rriten shëndetshëm, nuk rriten të qetë, nuk rriten me një vizion, nuk rriten me një orientim, atëherë ata do të jenë të predispozuar të jenë të dështuar. Dhe më pas, situata dhe ambienti social të përthith. Pjesa më e madhe e individëve thyen më pas nga shoqëria. Pra, është ambienti social ai i cili në fakt e thyen më shumë individin. Pra, nëse ti në një zonë, se ne jemi të sigurt që janë komunitete. Nëse ti në një zonë, gjithë zona e di që familja jote është me probleme, gjithë zona e di që
ti je rritur jo mirë, gjithë zona e di që për të ty është ushtruar dhunë, atëherë dhe vetë shoqëria të bullizon. Pra, në tëra kontekste ti nuk ke asnjë mas parandaluese dhe mbrojtëse. Se bullizon dhe ajo është shoqëri e përjashtuar nga emancipimi kultural, po problemi parsor mendoj që rrjedh nga përgjegjësiria që ka vetë individi. Por ka diçka, në momentin që ti je me 400.000 lekë, 500.000 lekë, me një punë e cila është punë mbijetese, dhe nuk po i futemi shkaqeve që pse një individ përfundon në këtë fazë. Ku është përgjegjësia jote që ti do të lindësh 3 fëmijë, 4 fëmijë, kur ti kushtet do të heqësh që s'mban dot as vetë. Një sekond. Është për të marrë. Mi mund ta marrë, por nuk është premisë kjo. Premisë është dhe kjo. S'mund të bësh ti familje nëse ti nuk ke. Nëse dikush blen një makinë e cila ka kosto 700.000 lekë mirëmbajtje dhe merr 1 milion lekë pa përgjegjësi, po standardon njëri ta marrë. A mund të bëj një prit një sekond. Ja ta data përfundoj. Po mirë, se kush problemi. Problemi është që ne këtu kemi njerëz që i prevalon dëshira mbi mundësitë. Dhe përgjegjësia psikologjike kjo është kur jemi 18 vjeç. Që ti mund ta duash diçka, por kupton që ajo s'bën për ty se s'ke mundësitë ta bësh ashtu siç duhet. Sepse ka këtu mund të kemi edhe familje që duhet të kenë edhe 8 fëmijë, 9 fëmijë pasardhës. Se si bëjnë? Ta mund ta bëj një pyetje. Ti mungon vullneti apo mundësia fizike? Mund ta bëj një pyetje. Ka kushte shoqëria kapitaliste. Ku, në cilin sot ti sa i sigurt. Po kjo është problemi i shtetit që si emancipon. Nuk është problemi i shtetit. Edhe problemi i individit atë. Po, di që ka programe, më fal, punonjësit social, këtë punë trajnon shoqërinë, sidomos grupet e marginalizuara, kategoritë sociale të përjashtuara, kategoritë sociale më nevojë, që është një lloj trajtimi për të bërë ta evidentojnë dhe gjendjen e cilën janë, por edhe për të ndihmuar. Mirë, sa familje mund të jenë që të kenë nisur një familje të shëndosh me 3 fëmijë, a me 2 fëmijë, nuk ka rëndësi, qoftë edhe me 1 ose e bëjmë sikur një është kollaj ta mbash sot. Që mund të kenë qenë të dy në punë prindrit dhe nga pasiguria ekonomike që të ofron ky vend maskarënjsh, të kenë dështuar në punë jo për fajt tyre, pavarësisht se unë jam gjithmonë i parimit që unë këtë punë që bëj sot unë për fëmijën tim do bëhet çdo lloj pune. Mjaft që të çoja një lloj pagese në shtëpi. Pra, nuk do e leja veten të bija në depresion që dua një punë që të m'japi mua kushtet ta mbaj fëmijën si dua unë, ose nuk bëhet. Tani kjo pjesa do më fani mua se po. Kjo pjesa e pasigurisë ekonomike, kjo pjesa e pasigurisë ekonomike është për të gjithë. Pra unë sot që kam një fëmijë, nuk e kam bërë se do i jap gjithë më të mirat e botës. Unë punoj çdo ditë, punoj bashkë me bashkëshortën, punojmë çdo ditë, mundohemi çdo ditë që t'ja realizojmë ato. Jo vetëm fëmijës, por çdo familje ky është parimi. Nuk është, e heqim pjesën e papërgjegjshmërisë, prindër papërgjegjshëm, nuk po flas për atë. Por këtu siguria ekonomike financiare nuk ekziston. Nuk ekziston, më sot jenë punë, nesër si jenë punë. Sot jenë në shtëpi, nesër nuk jenë në shtëpi më. Këtu është një rast konkret. Ti mund dështosh, mund bësh një biznes, të punosh gjithë jetën, të ngresh të ardhurat e tua, të krijosh një lloj buxheti financiar dhe të bësh një biznes dhe të dështosh nga një biznesi të fusësh veten në borxhe. Po çfarë do thotë kjo? Sepse ky babai është i paaft ose nëna është e paaft që pas ka hapur të biznesin për të mirë ndoshta të familjes ose për të po me këtë gjë me shtetit pra. Po këtë po them prapë, nuk dështon prindi se do të krijoj kushtet më të mira dhe nuk i ofrohen kushtet më të mira për të dhe për familjen e tij. Unë besoj se dështon mekanizma shtetëror që këta njerëz të mos lihen si thuash të nëpërkëmbur apo mos lihen të vetmuar për shkak se kanë nisur të bëjnë një punë të ndershme dhe kanë përfunduar, kanë qenë të pafat, ndoshta edhe të paaft mund të kenë qenë, absolutisht. Por një individ niset, kur nuk besoj se dikush nis të bëjë një punë, niset mbi premisa se kjo puna e mendon që mund të dështoj, por nuk niset me premisat që të dështoj që unë të rrezikoj familjen apo harmoninë familjare, po absolutisht që problemet financiare sjellin probleme familjare. Nuk diskutohet. Problemet e tjera të alkoolit, drogës apo bigjozit sjellin probleme familjare. Ti mund të jesh i suksesshëm punë, mund të kesh bërë miliona, por sa veta kemi dëgjuar që për shkak probleme me bigjozin,
Çfarë quhen këto? Po, Lërave lërat të e fatit. fatit e gjitha kanë sjell pasoja katastrofike në familje, apo të përdorimit narkotikëve, apo të përdorimit të alkoolit. Kur flas tepruar se nuk po flas për lozë një ditë e Texas 20.000 lekë me 5 shok, nuk quhesh bixhozxhi. Ka njerëz që kanë lënë fëmijët rrugëve, kanë shitur shtëpia. Prandaj përveç shtetit, ka mekanizma të tjera që janë edhe fenomene të tjera, siç është religioni, që sigurojnë edhe impakte përveçmëria. Absolutisht, po. Pse se religioni ka ekzistencën e komunitetit. Ti ku shkon kish ose ku shkon xhami, po shumë e vërtetë. Ti shkon bashkarisht dhe ke një, le ta themi kështu, një grup në cilin ti bën pjesë, i cili të vëzhgon ty, po dhe në formë shërben dhe si lloj amortizimi në bisedimet dhe në nevojat që ti ke para. E dyta, kur ti ke kontakt me autoritetin religjios që është Zoti, ti në kish rrëfesh, tek prifti ose shkon falesh, ajo është çfarë, ajo është lloj autoreflektimi. Kur ti flet me Zotin reflekton. Xhami e bën gjatë lutjes kur bie sejdë. Po. Problemi është këtu janë prishur këto raporte. Më kupton? Përveç pamungesës të mekanizmave shtetëror, se thash, përgjegjësisë individuale, përgjegjësisë se ka një person raport me jetën, që të kuptoj, për çfarë jam unë në gjendje gatshëm të ndërmarr sot përsipër detyrimet që i përballoj ose jo, dhe një nga këto është dhe bashkëtesa. Është dhe qenit prind. Se secila shoqërohet me eficiencë ekonomike. Absolutisht. Po nuk e kisha te pjesa që bën 3 fëmijë. Nuk është fajtor prindrit e. Jo vetëm atë aspekt, unë kam në kuptimin e mbajtjes së strukturave shoqërore. Të mbajtjes strukturave sociale të individit, në mënyrë që të jetë pjesë e shoqërisë. Se zgjidhja shumë e thjeshtë, mos ikën secili dhe jeton në vetën, individualitetin e vet natyrë, po unë e di që progresi shoqëror është rritet masa e qytetërimit duke u mbajtur dhe lidhet e vjetra tradicionale, siç janë familja, shoqëria, kujdesi për njëri tjetrin. Pse koti ka feja, ekzistencën e disa gjërave që quhet sadakaja për shembull, ose zakati ose taksat që jepen për të varfrit? Për çfarë bëhet ajo? Kot bëhet? Dhe janë shtylla themelore në besimin ndryshëm, në besimin katolik, besimin ortodoks, në besimin hebraik, në fe të tjera. Sepse ajo tregon përgjegjësinë që ke ti jo vetëm për veten dhe për familjen tënde, por edhe për shoqërinë. Edhe për mëdoptin. Edhe nga këto është marrë pasaj konceptin i ngritjes së strukturave sociale, që edhe shteti kujdeset për mëdoptin. Problemi është nëse mungon vetdia dhe përgjegjësia mbi këtë lloj kategorie dhe në varësi të kësaj vlere ose virtyti shoqëror, nuk ka rëndësi se sa bëhet në këto ligje dhe struktura shtetërore. Por nëse ne vetë si individ nuk ta bëjmë përshtypje ky si problem, edhe sikur kesh ligje dhe mekanizma më të mira, prapë nuk ke eficiente se nuk janë shqetësuese. Jo. Por në momentin që nuk është shqetësues divorci, nuk është shqetësues as fenomeni i mbarvajtjes së jetesës familjare, kur me si gjë e zakonshme. Nuk kupton, janë të lidhura. Për shembull, nëse ty nuk të bën përshtypje për mbytyja që ndodhe në një vendi, nuk është se ti shqetësohesh kur shikon që do bieshi. Se e mendon edhe më të keq, edhe po përmbyt, nuk më vjen më. Ky është problemi pra. Problemi është që ne sot jetojmë në mënyrë individualiste dhe egoiste. Unë mendoj që ky është fenomeni sot shoqëror. Çka ka ndodhur? Shoqëria postmoderne e ka atomizuar njeriu si një qenie që jeton vetëm në raport me interesat dhe me kënaqësitë e doniste të vetes. Dhe shqetësim konsiderohet çdo gjë që ndërpret të kënaqësi. Pjesa e detyrimeve konsiderohet si një lloj bonusi që po munda dhe po desha i bëj, po s'desha. Nuk kështu e shikoj. Jo, vërtet është, nuk jam dakord me ty, por thash edhe herë, mund niset, unë s'besoj se pra është një sikur një marrëdhënie që nuk funksionon, unë s'besoj se një çift që minimalisht ka dëshirën edhe dashurinë për të ndjetur me njëri tjetrin, niset nga premisa që unë do fejohem apo do martohem apo do bashkëjetoj me këtë, do bëj dhe fëmijë me premisat që ne të ndajmë. Janë rrethanat e ndryshme që çojnë në ndarje, sepse ato fenomenet zakonshme njerëzore. Po pra, po këtë po them pra, prandaj her pas here edhe mekanizmat jo vetëm shtetëror, por edhe ligjor për dy prindër që mos ndahen kot për një arsye ose një arsye kot, prandaj dy çifte luftojnë her pas here edhe për pakënaqësitë që kanë apo jo vetëm për kënaqësitë, po edhe për mos dakordsinë që kanë her pas here me njëri tjetrin për situata ndryshme që të punojnë dhe të i kalojnë problematika, se jeta, po t'ishte jeta e kollajnë çifte ishin bërë të gjithë, më kupton si thosh. Pra, në momentin, ka shumë njerëz që njohun që s'kan marrë përsipër ose nuk kanë marrë, si thuash, hapat
për të qenë çift, për të krijuar një familje, nga mungesa e përgjegjshmërisë që ose të paktën nga mos dëshira për të pasur përgjegjshmëri për vendimarrjen që mund të marrin. Por besoj se çdo familje punon, sidomos një nën, se babai, okej, patjetër, e kupton, ka atë lidhjen sentimentale sigurisht, po kurse nëna paktën ne kemi parë lloj-lloj nënash në fakt, e kupton, nuk është se thënë se nuk bëjnë rast përjashtimor. Kena dëgjuar dhe gjëra ekstreme, por kam përshtypjen pa e njohur mirë, se nuk jam as psikiatër, as ashtu, kam përshtypjen se gjithmonë nënat kanë një lidhje të jashtëzakonshme me fëmijën, kanë ato problemet e veta kryesisht, se kam një nëna që kanë probleme të stresit apo dhe depresionit, qoftë gjatë kohës shtatëzanisë ose pas shtatëzanisë, që është depresioni postpartum, që i lën njolla të forta për pas problemeve të tjera ekonomike, mos gjetja vendin e dur në një ambient, në një shoqëri apo në punë apo kudo tjetër, stresi i përditshëm me qenë pa punë, gjithkohës me fëmijën. Pra besoj se nuk besoj se ka një nënë që nuk e do fëmijën e saj, ose më të mirën për fëmijën e saj. Unë ajo që besoj është se disa gra, nëna apo vajza, nuk ka rëndësi, kalojnë apo kalojnë situata të ndryshme emocionale që kanë të bëjnë me psikologjinë e tyre, si rastin në fjalë, dhe ti shef një rast si ky, e dëgjon një rast si ky dhe në fund nuk ke asnjë përgjigje se çfarë do ndodhi me këta 3 fëmijë nesër, ose nuk ke asnjë siguri që këto do marrin kujdesin e duhur shëndetësor apo të integrimit qoftë shoqëror. Nesër pas nesër, për shkollën, për veshmbathjen, për si thuash strehimin, kërkon gjyshja që ti mbaj këta fëmijë, patjetër që ti jetë kujdestarja e fëmijëve, po do të ketë një raport që nëna nuk është e duhur, sepse gjë më e mirë që një fëmijë të paktën minimalisht dhe 30, prandaj edhe gjykata dhe pastaj vendosin që fëmia të rrimë me nënën. S'është çështja e lidhjes emocionale që nga ngjizja dhe lindja që nëna prevalon mbi çdo kënd tjetër. Raste fatkeqësisht pastaj kur fëmijë të ndryshëm humbin njërin ose tjetrin prind, kur ka raste që kanë humbur të dy prindërit, që është skandaloze dhe tragjike. Para janë mekanizmat që funksionojnë në vendin tonë, që reintegrojnë dhe i mbajnë për kujdesen për këta fëmijë. Unë besoj se nuk i kemi. Dhe kjo është pjesa më e trisht, ose kjo është pjesa më e pa qartë, ose pjesa që ngelet ka një vakum të theksuar në raport me të ardhmen minimalisht të shoqërisë që janë fëmijët. Këtu s'ke, këtu çdo gjë, si thaj, qofshin mi kurrizin tënd se këtu je pastaj je vetëm. Kështu që ardhmja e këtyre fëmijëve nuk besoj se do jetë e mirë pa prindrit, nëse minimalisht institucionet shtetërore nuk reagojnë që sot, qoftë për të kujdesur për ta, qoftë për kujdesur për nënën e tyre, qoftë për të i kërkuar babait të tyre përgjegjësitë që duhet ketë, pastaj për të mos hyrë pastaj tek shteti apo organet ligjzbatuese apo organet e gjyqësorit që dikur një seancë ndarje ka pas funksionuar edhe në gjykatë, mund të ishte pozitive, por ka raste që mund të jetë pozitive. Funksionon në gjykatë, pra hynin ata një çift i saktuar, kërkonte divorc, kurse tani divorci shkon 10-15 vjet. Kjo është një çështje që ne bëjmë emisionin. Po pra, besoj se edhe kjo ka të bëjë shumë për kujdestaria e fëmijëve. A mund ta marrë gjyshja kujdestarinë e fëmijëve sot, me njerë ose për shkak të një, se dim se si shkojnë, vetëm me gjyqjet, pra derisa të jepet arsyetimi dhe vendimi. Kështu dashurisht që prekëm pak këtë temën, sepse realisht ishte shqetësuese dhe realisht besoj se është më e rëndësishme se sa këto temat e tjera që ndonjëherë nuk na duken në lartësinë e duhur për të trajtuar, për shkak se janë tema, jo, nuk është problemi se janë zakonshme, por nëse nuk emancipojmë shoqërinë siç janë ose nuk përkujdesemi për fëmijët, e kemi shumë vështirë pastaj që të tregojnë një lloj
përgjegjësiria e ne, se përgjegjësiria vetme në këtë vend ka të bëjë vetëm me pushtetet e tjera që janë legislativi, ekzekutivi apo gjyqësori. Unë besoj se puna më e madhe që duhet bëhet në të vend, duhet bëhet tek fëmijët, tek familja, dhe nëse këta familja dhe fëmijët rriten shëndetshëm, arsimohen, shkollohen dhe mbështeten, besoj se do jemi një shoqëri më e mirë, ndoshta një të ardhme pak më të largët, por të sigurt. Një gjë tjetër? Nuk kanë çfarë të shtoj, përveç se na ndjekin, na bëjnë like, subscribe. Në tema ndryshme, kemi Ermalin që do nisi me një intervistë me një avokat nderuar për pak minuta, ju lutem qëndroni në Antena TV dhe shihemi pas pak. Me fjalë do shiheni me Ermalin. Mirupafshim. Mirupafshim.